Gjatë muajit tetor, organizata të verbërve Jakova ka mbajtur disa aktivitete. Kryetari i shoqatës Shkumbin Zherka tha se komuniteti i të verbërve është ende përballë shumë sfidave, pavarësisht tendencës sonë për t'i mbajtur aktiv me aktivitete të shumta anëtarët. Ajo javë na ka gjetë me sfida të mëdha si persona të verb, përmendoj më shumë pas mirë kuptim, mirëqenie për personat e verb. Nuk ja dalin personat e verb me ato mundësi që i kanë pi shtetit që mundson. Shkollim mas pari, punësim, që to i duhen mas shumë të personave të verb. Sa përket aktiviteteve kanë, luajmë shah, domino, po edhe atësimi për punësim pse jo, për personat e verb. Zherka gjithashtu vuri theksin edhe te nevoja për të pasur më shumë mbështetje për implementim të projekteve. Mbështetje për shoqatën kemi shumë pak, po arrim me mbështetje nga donatorët që na mbështetin me aktivitete. Donacionet pi komunës kemi pi DKRS-s, Drejtorisë Kulturës së Sportit, aktivitetet e sportit që kemi për personat e verb me shah, golball, këto tjerat pi donatorëve mbështetës. Shkopi i bardhë i personave të verbër është simbol i pavarësisë dhe dinjitetit, por pavarësia e vërtet arrihet vetëm atëherë kur të gjithë kanë mundësi të barabarta në arsim, punësim dhe jetë shoqërore, shtoi mes tjera Zherka.